queridos jóvenes, quisiera mirar los ojos de cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo, no tengan miedo. Papa Francesku, Jorge Mario Bergoglio, pontifi i parë latinoamerikan, ndoroi jetë në moshën 88 vjeçare. Para se të merrte detyrën, ai kurrë nuk kishte jetuar apo punuar në Rom. Reformat e tij u përballën me rezistencë të fortë nga pakicat e fuqishme brenda katolicizmit dhe forcat politike jashtë saj. Francesku i kaloi ditët e tij të fundit në shërbim të kishës, duke marrë pjesë më sa mundi në kremtimin e pashkëve, pikën më të lartë të kalendarit të krishterë. Ai nuk ishte në gjendje të drejtonte shërbesat kryesore të javës së shenjtë, por u shfaq në një karrocë me rrota në balkonin e bazilikës së Shën Pjetrit në Rom për të uruar adhuruesve një të diel të lumtur të pashkëve. Për shumicën e besimtarëve, ai të mbahet mend si një udhëheqës i ndjeshëm, i cili u përpoq të rilidhte kishën me gjërat thelbësore të besimit të krishterë. Francesku u përpoq të ndiqte shembullin e atij që i mori edhe emrin, Shën Franceskun e Azizit, fratin italian të shekullit të 13, i njohur për kujdesin që ai tregonte për të varfrit. Ai kërkoi mbrojtjen e planetit, emigrantëve dhe paqe, duke i kthyer në shtyllat e tij të dialogut. Po ashtu, u përpoq të realizonte vizionin e tij për një kishë më të përulur, duke zgjedhur të banonte jo në Pallatin Apostolik të Vatikanit, por në bujtinën e tij, Casa Santa Marta. Ai trashëgoi një Vatikan në krizë. Benedikti XVI kishte marrë vendimin tronditës për të dhënë ndërheqjen, pasi nuk ishte në gjendje të zbatonte reformat e qeverisë qendrore të kishës, Kuria Romake. Po ashtu, skandalet e abuzimit seksual kishin tronditur kishën, ndërsa rregullatorët kishin identifikuar dëmtime serioze në Bankën e Vatikanit. Francesku lëvizi me shpejtësi për të rimëkëmbur bankën dhe menaxhimin e financave të Vatikanit. Kritikat e tij të vazhdueshme ndaj elitës kishtare dhe atyre që mbanin ideologji të prapambetura nënkuptonin se ai zhvilloi disa armiq të fuqishëm, veçanërisht midis grupeve konservatore. Ne nuk mund të insistojmë vetëm në çështjet që lidhen me abortin, martesën e homoseksualëve dhe përdorimin e metodave kontraceptive, tha Francesku menjëherë pas zgjedhjes së tij. Megjithse foli kundër abortit, ai u fokusua në tema të tjera, duke këmbën ngulur se dënimi me vdekje është i papranueshëm dhe se posedimi i armëve bërthamore është imoral. Francesku po ashtu ishte gjithashtu i gatshëm të pranonte gabimet e tij dhe këto përfshinin trajtimin e skandaleve të abuzimit seksual të klerikëve. Ai foli për abuzimin, u takua me viktimat dhe nxori një sër ligjesh kishtare për të trajtuar krizën, por kishte raste kur ai vepronte ngadalë. Jorge Mario Bergoglio lindi më 17 dhjetor 1936 në Buenos Aires nga prindër me origjinë italiane. Më i madhi nga 5 fëmijët, Papa përmendi shpesh kujtimet e një familjeje të lidhur ngushtë dhe se si gjyshja e tij italiane i dha formë besimit të tij. Gjyshërit e tij nga babai i shpëtuan me vështirësi nga mbytyja kur emigruan nga Italia në Argjentinë me anije. Kjo u kthye në një përvojë që padyshim ndikoi në besimin e tij. Kur ishte 16 vjeç, Bergoglio pati një përvojë që e bindi të stërvitej për priftërinë. Ai hyri në seminar për 3 vite më vonë, filloi stërvitjen për të bërë jezuit, urdhri fetar i njohur për punën e tij misionare. Në moshën 36 vjeçare, ai u emërua kreu i urdhrit jezuit në Argjentinë, një post që do ta mbante deri në vitin 1979. Gjatë asaj kohe, junta ushtarake represive në vend filloi luftën e pistë, duke bërë që rreth 30.000 disidentësh dukeshin, përfshirë jezuit që punonin me të varfrit në lagjet e varfra të Buenos Aires. Bergoglio më vonë të përballej me akuzat se ai bashkëpunoi me diktaturën, pretendime që ndoqën atë deri në zgjedhjen e tij si pap. Dy shok jezuit, Franz Halisk dhe Orlando Yorio, e akuzuan atë se ai kishte dorëzuar tek armiqt kur u rrëmbyen dhe torturuan nga regjimi në vitin 1976. Megjithatë, me kalimin e kohës dolën prova se Bergoglio punonte vazhdimisht për të ndihmuar ata që kundërshtonin diktaturën. Gazetari italian Nello Scavo raportoi se ai shpëtoi më shumë se 100 njerëz.
Në vitin 1992, Bergoglio u emërua ndihmës peshkop i Buenos Aires dhe 5 vite më vonë u bë kryepeshkop. Ai merrte rregullisht metron për të vizituar zonat më të varfra të qytetit, jetonte në një apartament të thjeshtë dhe jo në pallatin e kryepeshkopit dhe ktheu zyrën madhështore të paraardhësit të tij në një depo për ushqime dhe rroba për të varfrit. Ai u bë kardinal në vitin 2001 dhe shpejt u bë një udhëheqës i shuar i kishës kombëtare. Edhe pse ai prirej të shmangte Romën, Bergoglio filloi të vijej re nga kolegët e tij kardinal dhe u konsiderua si një kandidat i mundshëm për të pasuar John Paulin II në konklavën e vitit 2005. Megjithatë, sipas një rrëfimi, ai e tërhoqi kandidaturën e tij për të mos zgjatur zgjedhjet deri në kohën e konklavës së vitit 2013. 76 vjeçari i atëhershëm nuk shihej më si një favorit për papatin. Por gjatë takimeve para konklavës, ai mbajti një fjalim elektrizues duke paralajmëruar se ndërronte për një kishë që ndryshon, për ulësia, mënyra e thjeshtë e jetesës dhe afërsia me të marginalizuarit në shoqëri i dhanë gjithashtu mbështetje. Kur u zgjodh Bergoglio, kardinali pranë tij, Claudio Humes i Brazilit, e përqafoi dhe i tha: "Mos harroni të varfrit." Ai më vonë tha se fjalët e Humes e frymëzuan atë të merrte emrin Francesku, sipas Shën Francesku të Azisit. Ai refuzoi stolitë e papës, duke zgjedhur këpucët e zeza të thjeshta dhe të njëjtin kryq dhe unas të kraharorit argjendi, që kishte përdorur si kryepeshkop i Buenos Aires. Ai do të vazhdonte të ngrinte konvikte, dushe dhe një berberhane për të pastrehët në Vatikan. Pasi lexoi për vdekjet e migrantëve në Mesdhe, Francesku vendosi që udhëtimi i tij i parë të ishte në ishullin italian të Lampedusas, një port për shumë njerëz që kërkojnë strehim në Evropë. Ai u përpoq të rezervonte një bilet avioni për vete, por linja ajrore informoi Vatikanin se dikush që pretendonte se ishte papa, po përpiqej të udhëtonte me ta. Papa ndërhyri për të rritur ndërgjegjësimin edhe për ndryshimet klimaterike. Besimi i Franceskut në dialog dha disa fryte në vitin 2015, kur ai veproi si ndërmjetës midis Kubës dhe SBA-ve, duke ndihmuar në rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Por mes një shpërthimi në konfliktet globale, papa ishte si një zë që bërtiste në shkretë të tjerë. Ai vazhdimisht kërkoi një armë pushim edhe për luftën Izrael-Hamas. "Kjo nuk është luftë, ky është terrorizëm", tha ai. Jeta e tij e përditshme tregonte se me gjithë përgjegjësinë e tij të madhe, përpiqej të qëndronte sa më i thjesht, afër realitetit të vdekshmëve të thjeshtë dhe sa më larg pallateve dhe protokolleve që për shekuj shënuan jetën e përditshme të përshkopëve të Romës. Pavarësisht sëmundjes, Papa Francesku përpoq të ruante rutinën e tij deri në momentin e fundit. Edhe kur u shtrua në Spitalin Gemelli, ai e mbajti orarin e tij me modifikime minimale, duke ndjekur rekomandimet mjekësore. Ndryshe nga sa besojnë shumë, ai ishte një pacient shumë i mirë. Në 21 shtator 2014, Papa Francesku zhvilloi një vizitë historike një ditore në Shqipëri, një udhëtim që do të mbetet thellë i gdhendur në kujtesën e shqiptarëve. Ishte udhëtimi i tij i parë në Evropë si pap dhe ai zgjodhi pikërisht Tiranën për të nisur këtë rrugtim shpirtëror, duke cilësuar Shqipërinë si një shembull frymëzues të bashkëjetesës fetare dhe rezistencës shpirtërore. Në mesazhet e tij publike gjatë vizitës, Papa Francesku u përqendrua në disa tema kyçe: dëmshuria, dialogu ndërfetar, paqja dhe mbrojtja e dinjitetit njerëzor. Në fjalimin e tij nga selia e presidencës, ai e cilësoi Shqipërinë si një tokë martirësh, duke kujtuar për ndjekjet fetare gjatë diktaturës komuniste. Shqipëria është një vend që ka vuajtur shumë, por që ka ditur të ngrihet, të falë dhe të ndërtojë një model të rrallë të bashkëjetesës fetare, u shpreh Papa. Ai theksoi rëndësinë që feja të mos përdoret kurrë si justifikim për dhunë apo për çarje, por si urë që lidh njerëzit përmes paqes dhe dashurisë. Në sheshin Nën Tereza, ku mbajti meshën e shenjtë përpara mijëra besimtarëve, Papa Francesku lëshoi një tjetër mesazh të fortë. Zoti është dashuri. Populli shqiptar ka treguar se besimi mund të qëndrojë gjallë edhe në kushtet më ekstreme. Le të mos harrojmë martirët që dhanë jetën për lirinë shpirtërore. Shqiponjat nuk e harrojnë folen, por fluturojnë lart. Ju lutem, mbajini të rinjt në atë dhe. Shqipëria duhet të shpëtojë nga dimri demografik, ku ka rini, ka shpresë. Veç vizitës në 2014,
Papa Francesku do të mbahet mend nga shqiptarët edhe si njeriu që shenjtëroi në Vatikanën Terezën më 4 shtator të vitit 2016 dhe në nëntor të pota atij viti emëroi Dom Ernest Roshanin si kardinal në Vatikan. Mesha në Bazilikën e Shën Pjetrit u mbajt në disa gjuhë dhe së fundmi në gjuhën e Nën Terezës në shqip. U tha lutja që Zoti t'i mbush barinë të besimtarët me shpirtin e vet, për ta shuar etjen e Jezusit në vëllezërit.